Ermali do të flasë diçka. Unë, kështu si e shoh më shpejt do puset Visi me Romirin, se sa do pusen këta të dy. Po, këta ishin një çudi e madhe, sepse nuk e pam nga doli, ishte si ai goli që bëhet, ose dikush i futet në parakalim, se ne ishim duke u marrë me Indrin dhe Vanesën, edhe shife këta, jo, po gjithë fokus ishte aty kur këta të, janë lidhë këta të dyre. Edhe duke të... Po mirë pra mirë, po, e di që s'janë lidhur, e di se e shoh dhe unë këtë emisionin. Po, ka e filluan pak mbrapsht, do në shku njerë në dasëm, pasaj u lidhen, pasaj do puthen. E fillu nga dasma. Unë nuk e di tash, kam një këshumë me Fabiolën, sepse më duket një vajzë goxha e emancipuar, etj. Nuk më duket një zhgënjim ose diçka për t'i kërkuar falje prindërve në vitin 2600 që jemi, që ti të mund të kesh edhe një lidhje në një reality, sepse këto gjëra kanë ndodhur, po ndodhin edhe ja ku jemi. Se kanë bërë një gjithë për të ndodhur asnjë gjë. Në fakt, unë para se të flas, ose para se t'i pyes ata, do doja të dija nëse duan një gjë të bukur apo jo të bukur nga unë. Do me thënë, do doja t'ja lija... Të jo të bukur në të lutem, se të bukur më kanë thënë gjithë këto edhe... Atëherë, unë mendoj faktikisht ajo çka ty të shqetëson, Ola, nuk është tamam mendimi jashtë ose mendimi i familjes ose sa mos të shgënjen. Mendoj që thellë brenda vetes tënde dhe ti e ndjen që nuk e ke nisur siç do doje ta nisje një marrëdhënie tamam ose nuk e ke dikë plotësisht tënde, ndërkohë i ke hapur kufinjt, i ke hapur portat dhe dëgjojmë sot Adin që thot po jam i dashuruar me dikë jashtë, do doja ta bisedoja. Ndërkohë që Adi nuk ishte faktikisht prajmin e kaluar kur unë po të njëjtën kritike pata dhe për Indrin. Nëse nuk e në plan ta bësh një vajzë për vete, ose nëse ke diçka tjetër që të pengon t'jesh me dikë, atëherë pse duhet të hysh në territore pak më rozë se shoqëria. Më nalë mua, Dion. Po mu së më nalë. Më nalë mua, sepse ti e thu prapë sot që e kam dashurin jashtë. Më falju, Adion, qarë nuk të ndalë? Qëfëse ti do një njëri tjetër, qatë dedikimi mund t'ja pësh një femër në qëfëse ti... Familja, o kam ndalë. Ore, Adion, po ti, nësjaro më burë. Një sekund, qa familja? Po jemi të nësjaroj se kjo ri gjithë kohës i përqafuar, e puthen, do në të shtrënguar edhe afekcion, ledhatime. A ke dikë jashtë o Adion, a s'ke që po të Nuk e kam askënd jashtë. Nuk e ka, po nuk e kami. është i dashuruar, më mirë tjetë me dikë se sa i dashuruar me dikë jashtë. Një sekund, atëherë që ta sqarojmë. Mos e ka dhe kjo imagjinare. Ti nuk ke një të dashur jashtë, po ke dikë që dashuron jashtë? Po, tha. Jo, tha jo. Po, tha. Lidhje thash nuk kam. Lidhje nuk ka, po është një person që ti e dashuron me cilën nuk je lidhur akoma. Jam konin lidhje. është i dashuruar me ishte dashurën e ti, më tha duket. Po, është akoma Jo që sheni ka thunë ju, se mundet me ikë shumë shpejt. Pas ka njëtin problem me Indrin duket. Po vetëm se se ka një sekund. Një sekund. Atëherë, për ta rikapitulluar edhe një herë të gjithë situatën. Adion, nuk është se jemi këtu për të bërë gjyqin edhe për të thënë pse po vepron kështu sepse po vepron ashtu. Ti je i lirë të veprosh si të duash, je madhor, ne jemi vetëm për të kuptuar. Për të kuptuar në mënyrë që pasi të kuptojmë, të dimë se ç'të mendojmë. Pra, situata është, Adioni hyn në ferm, ndërkohë që është i dashuruar me dikë jashtë, me të cilën nuk është i lidhur, por është i dashuruar. Por ka qenë i lidhur. Ka qenë i lidhur. Jom prish shumë vonë Arbana me ta, dhe për që ato kërëm hi këtu, jem konë me që ato... Ke qenë me ato ndjenjat e përzjera, sepse i prishur shumë vonë. Ke qenë akoma i përfshirë në atë marrëdhënie. Po. Okej. Dhe sot, si e? Mirë shumë. Si është? Nuk kam njëjtë si kam pas. Nuk je njëjtë si ke pas? Jo. Por ke akoma dyshime? Nuk afrona, jo. Më konë nuk i shkoj afer. Nëse kisha pas në indjenë për dikon tjetër, mo. Nuk isha afru të Fabiola. Jo, thot, po të vazhdoja të kisha ndjenja njësoj, nuk do isha afru të Fabiola, por unë e kam dëgjuar pak para se të shkojnë në dasëm, në mos gabojmë, Fabiola s'ka qenë fort
situatë e këndshme, Nuk pak para se flisni. të shkonin në dasëm, Nuk po flisni. ku Adi i thot, po, ti e di që unë jam i dashuruar me dikë jashtë, a e di apo se di, dhe Fabiola i thot, po, e di, që ishte gjëja më e pakëndshme, që mund t'i thuash një vajzë tjetër, ndërkohë që e ke ftuar të shoqëroj te dasma e vllajt, ku ti absolutisht i heq çdo lloj statusi shoqëruses tënde. Domethënë, a ishte shoqërusja në statusin e shoqes, atë pëlqimit, krashit, atë të dashurës si motër, ardhshme, e mori si motër. a thjesht për foto, thjesht për foto të bukur, për të dukur Angel. bukur, a se di. Unë këtë pikë thjesht dua të qartësohet Fabiola se Jo, e shoh Angel. që Mua kjo gjë jam kjo është ajo që e mundon Po. më shumë se sa çfarë mendojmë ne jashtë, e mundon dashuria që ke ti për dikë Dhe jashtë. këtu dalim prapë të deklaratat e mia që unë e di se çka kërkoj të një partner, dhe një partner gjëja e parë që kërkoj është siguria, se nëse jemi mu edhe pike, dhe nëse dashuron dikë jashtë qoftë edhe 3%, unë jam ose 100% ose 0. No, it's 0. Bravo, po mirë. Arbana, mund të them një gjë? Fundit, Armina. unë nuk e gjykoj kështu, sepse në momentin që një person hyn me ndjenja kundrejt një marrëdhënie e cila është mbyllur, pra është një kapitull i mbyllur, kjo nuk do të thotë që nuk duhet jepet mundësia që të shohë diçka tjetër ku ai ka një ndjesi përqimi për të njohur. Këta nuk po bëjnë asgjë, po njihen, po qëndrojnë bashkë, nuk ka asgjë të ndaluar, as që Ola shqetësohet për familjen, sepse njerëzit jashtë nuk është që po e paragjykojnë. Ai ka nevojë të testoj veten e vet me dikë që e pëlqen. Jo, nuk jam për... Nëse Ola është dakord për këtë gjë, që juve të njiheni dhe të vazhdoni, se nuk është që po lidheni, nuk është që po ju vë dikush kufirin, nëse ti je dakord që të japësh këtë mundësi, O gjysmën e rrugës e ka bërë ajo dhe pak e ka ngelur. Ka bërë dhe sheri pyetje, is there love after love? It is love after love, ka. Pra Armina po thotë që nuk janë gjërat kaq të prera me thik. Jo. Çfarë mendon Adi? Unë thjesht kërkoj që Adi qartësoj Olën, Shumë mirë e tha. Okej, a mund ta di Adi në këtë momente që flasim, se ndjenjat ndryshojnë, ë? Njerëzit ndryshojnë, ndjenjat ndryshojnë, përjetimet ndryshojnë, nuk ka me njëherë derisa vdekja të na ndaj. Për Olën nëse do ma bëjë që të pytja. Në këtë momente që flasim, çfarë ndjen ti për Olën? Ndjej shumë, nuk e di qysh më ta spjegu me fjalë, po kam. Ndjen diçka më shumë se miqësia, po jo? Po. Okej. E ti Ola? Ndej shtash edhe kjo Unë në kam atë tashu shprehjen time në kokë që never let your emotions overpower your... E thjesht me emocionet do punoj pak më shumë t'i kontrolloj, se nuk më qenë as pak situata, tashi që e kam mendu çdo ditë, çdo sekond, po tashi që po bëhet prapë më... Do mendohem, e do bëj ca... Ola, pa i ta ka vënë syrin që ditën e parë, se ju nuk na keni dëgjuar neve këtu çka kemi thënë, po... Ai të zgjodhi që në hyrje. Diçka kishte që atë ditë. Çfarë mendojnë fermerët e tjerë për këtë situatë? Doja të pyesja pak Malborën.